Mos i kundërshtoni këto 6 shenja të horoskopit, janë të pamposhtura në debat. Është krejtësisht normale të mos biesh dakord her pas here, por ka njerëz që e kanë shumë më të vështirë të ruajnë qetësinë. Ata mund të nisin një debat të nxehtë në një darkë familjare apo të kritikojnë një mik për zgjedhje të vogla duke kthyer situatën në një debat të fortë. Sipas astrologëve, disa shenja të horoskopit kanë më shumë prirje për reagime të tilla, por cilat janë ato? Virgjëresha. Të lindurit në këtë shenjë kërkojnë përsosmëri në çdo gjë dhe nuk pranojnë lehtë gabime. Kur diçka nuk shkon sipas standardeve të tyre, ata mund bëhen kritik dhe këmbgulës. Debatet e tyre shpesh janë të ftohta dhe të drejtpërdrejta, duke shfrytëzuar pikërisht pikat e dobta të tjetrit. Binjakët, edhe pse janë shumë social, binjakët kanë një mendje djallëzore dhe shpesh e përdorin për të ndjekur diskutime. Ata dinë si të përdorin informacionin që kanë dhe nuk hezitojnë të përfshihen në debate, madje shpesh i nisin vetëm për emocionin e lojës dhe dëshirën për të fituar. Ujori. Ujorët janë të njohur për inteligjencën dhe bindjet e forta. Kur besojnë në diçka, është shumë e vështirë t'i bësh të ndryshojnë mendje. Ata argumentojnë me fakte, referenca dhe logjik të fortë, duke bërë çdo debat me ta sfidues dhe shpesh të lodhshëm për palën tjetër. Luani. Luanët janë mësuar të jenë në qendër vëmendjes dhe nuk e pranojnë lehtë kundërshtimin. Ata e marrin personale çdo debat dhe reagojnë fort nëse ndihen të sfiduar. Madje nuk e kanë fare problem përballen publikisht, për sa kohë që mund të tregojnë forcën e tyre përpara të tjerëve. Dashi. I sunduar nga planeti Mars, Dashi është një nga shenjat më impulsive dhe konkurruese. Ata nuk e durojnë humbjen dhe mund të reagojnë menjëherë kur bien dakord me dikë. Debatet me ta mund të zgjasin gjatë, pasi nuk dorëzohen lehtë dhe duan gjithmonë të kenë fjalën e fundit. Demi. Demi njihet për kokfortësinë e tij. Kur merr një vendim, është shumë e vështirë të ndërrojë mendje, edhe pse në dukje i qetë, kur irritohet, mund të bëhet jashtëzakonisht i ashpër në debat. Nuk shpërthen menjëherë, por kur e bën, është e vështirë ta ndalosh dhe nuk heq dorë lehtë nga qëndrimi i tij.